numëron vetëm orët që ke këtu në salon. Apo si Luli që... unë jam të numëroj orët e tuat punës në fakt, e Tiranës. Tani rrise edhe në periudhë dashurie me Lulin, mos e përmend kot. E dishëm të thënë kryetari i bashkisë nuk shef saatin në qytetit? Është njësoj si ty të ngel ajo ora 4 vjet dhe ti mos ta dish. Kështu është. Po lëre. Dhe jo vetëm pasuria e shqiptarëve shritur, por ekonomia e qyteteve ka filluar 3/3. Po ndryshon komplet fizionomia dhe po ndje njerëz, o Fevzi. Tashti, është normale, shumë normale që dikush në fshat thot, ore mirë dakord. Po unë, po ti 4 vjet e tjera, rilindja urbane do shtrihet më tutje. Po do vinë shqiptarët, do shohin sheshin Skënderbej, do shohin sheshin Skënderbej mas sa ditësh, do t'i duket vetja sikur janë jashtë shtetit. Dhe kur ta shohin sheshin Skënderbej, do mendojnë për ty, për Blushin, për Saliun, për Lulin, për gjithë ju që predikoni politikën kundër palmave, kundër dritave, kundër pastërtisë, kundër jeshis, dhe juve që ju qanë zemra për të varfrit, ty dhe Blushin, atë keqen. Atë bashkë atë keqen. Po, i doli vërteta që më tha Blushi te intën e kaluar në emision. Tha, ka një problem, tha, për Iris Vërtetës, po ta citoj,